Kemi emocione. Ja. Përshëndetje. Jam me zotin Franco Kovaci, Franco me C. Me C, edhe me K. Edhe me K. Franco. Se ka ndodhur një gabim, dikur kur ke shkuar për herë të parë emigrant në Itali. Sepse ishte pasaporta e shkruar me dorë, dhe nuk ishte me shkryt. Dhe aty më pyetën si e ke emrin Franco. Franco, dhe shkruajtën Franco siç e shkruajnë italianët. Me C. Interesante historia. Sot e kemi marrë përgjigjen pozitive që të doli pensioni italian? Po, më së fundi unë kisha... Sa kohë? Mbas një viti fiks, të themi. Do thonë, unë aplikova vjet erdha tek juve, fati madh sepse unë kisha edhe këto probleme që duheshin dy pasaporta me njëjtin person, po me ndryshime të vogla emri, jo Franco, jo Franco. Dhe ndoshta po të isha në Itali do kisha më tepër komplikacione, probleme për më shpjeguar atyre që pse ndryshojnë. Dhe një vit fiks nëpërmjet zyrës tuaj, me thënë drejtën, unë kam qenë shumë me ankth në sensin që me këtë volum pune kam menduar kur do vi koha për a do jemi akoma gjallë dhe për ta marrë për ta gëzuar pensionin, po që Zoti deshi, puna e mbarë. Për një vit, mesatarisht po shkon një vit. Një vit fikse ke qenë diku në data 2025-ës, kur e rëta aplikon. Që në ato ishe plot me njerëz, kishe shumë volum. Po, pak sa ka rënë volumin në krahasim me fillimin, por jemi okay. Punë ka bon. Franco, do më shpjegosh mosha juaj cila është? Unë jam 68, pak muaj të themi. Po. Dhe të është miratua pensioni me data di dekorrenca, pra data fillimi që nga... Ka qenë një korrik 92-shit dhe në tetor të 98-ës. Që ke punuar në Itali? Që kam punuar në Itali, porque nuk janë vite të plota, nuk janë 6 vjetë që i bie. Që në 95 javë që ishte përkthyer me 3 vite e... 3 vite e 9 muaj. E 9 muaj, punë. Por që profitova gjithsesi profitova pension. Mjafto dhe një vit. Mjafto dhe një vit. Kjo është një novitat që do thonë të gjithë do ta kemë parasysh sepse ka shumë njerëz që mendojnë ndoshta kanë dëgjuar që po spate një periudhë të caktuar 5 vjet apo ta dinë nuk vinin. Kështu që në këtë rast ata duhet të përshpejtojnë të vinë të të kërkojnë këto drejtë me tyre për vitet që kanë punuar. Para se kanë punuar. Po. Do të filloj pensioni jo që nga një korriku 2025-ës, pra një vit i plot, pas 3 ditësh do drejtohesh te banka për ta tërhequr pensionin dhe për ta marrë vesh se sa doli. Është një informacion që do ta gëzosh për 3 ditë. Sigurisht. Po. Kjo është një gjë e bukur, është një gjë do thonë edhe e drejtë sepse njerëzit do thonë shumë njerëz që nuk kanë patur fatin tonë që ta arrijnë këtë ditë, që ta gëzojnë, kanë punuar dhe ato vite punë sipas ligjeve që ka Italia që do të kishte minimum 20 vite që të merr pension ose të merr asistencë sociale tjetër që pastaj. Unë pata fatin dhe shpresoj sa më shpejt dhe gjithë të tjerë të marrin përgjigje pozitive sa më shpejt të mundshëm, sepse ne nuk rritemi, ne zvoglohemi në kuptimin që nuk kemi kalamaj që presim, sa më shpejt aq më mirë, shpresojmë që Zoti edhe ligjet e mbara. Po. A merr pension shqiptar? Unë marr pension shqiptar, kam dhe suplemente sepse kam punuar në ushtri në vitet e para të jetës time. Dhe kjo më ndihmon në thënë që të arrijë një farë pensioni mesatar të gjithë përketuar normalisht sepse nuk është. Pensioni shqiptar besoj e ke marrë në moshën 65 vjeç apo jo? Në moshën 65 vjeç, pavarësisht që unë punova edhe 2 vite të tjera, më kam marrë vjetën në mars të vitit të kaluar. Ke marrë domethënë moshën 66 sepse ke shtuar kohën e punës. Nuk ke dalë. Në deshën të plotësoja 38 e 4 muaj që ishte atë vit. Në atë vit, e kuptoj. Kështu që tashmë ju merrni 2 pensione, një shqiptar dhe një italian së fundmi. 2 pensione, një shqiptar një italian që shkojnë në 2 banka të ndryshme, përqë rëndësi ka që në fund të ditës, domethënë në fund të muajit i përmbledh ato të ndihmojnë për të mbuluar shpenzimet me njerëz që
moshën tonë se dhe investorët. Po. Rezidencën franko, më tha që do breva ku? Unë rezidencën Ku e e ke? kam edhe në Shqipëri edhe në Itali. Kuptimin që në Itali kam një shtëpi që ne banojmë aty, që është djali im që banon. Unë shkoj shumë dhe i shpesh, dhe i gjatë dhe në Itali, por që edhe në Shqipëri di sepse kam gruan që punon akoma dhe ca vite dhe jam i detyruar që Jemi disë dy shteteve, pra Jemi disa dy muaj shtete. te, disa kohë andej. ta themi 2 për 2, 6 muaj këtej, 6 muaj andej, më kalon pak a shumë. E qartë. Më the gjatë bisedës që unë dua ta transferoj pensionin tanë nga Shqipëria në Itali, sepse ndoshta do jetoj pak më gjatë për ca kohë në Itali. Sepse mendoj që avash koha e qëndrimit në Itali do jetë më e gjatë se sa në Shqipëri. Them drejtën, Shqipëria mungon shumë kur je atje. Po edhe këtu po i një pak kohë, do thënë ke qef që të shkosh me qetësi, me familjen, do thënë kupton, janë probleme komplikuar që ndoshta secili ka mënyrën e vet për ta. Është një vendimarrje personale. Pikërisht. Po, por ama vendimarrja për pjesën e transferimit nuk është personale sepse është e njëjta procedurë për të gjithë. Kur duan të transferojnë pensionin nga Shqipëria në Itali ose e kundërta se kemi edhe shqiptar që e lejnë Italinë dhe duan ta transferojnë këtu, janë tashmë pensionistë atje, por vjen një moment që thotë dua ta provoj të rinë në Shqipëri ca kohë, mund të bëhet. Duke paraqitur 2 llogaritë bankare, një italiane dhe një shqiptare, pranë zyrave në Itali Patronato Ina Shqizli, që janë zyrat tona se e kanë dhe doqen online, atje në Itali dhe bën këtë kërkesë variacion ufficio pagatore, pra, dhe bën transferin. Kjo është e mundur, është edhe e kundërta në rast se duan të vinë nga e bëjmë ne si procedurë. E bëjmë ne. Nuk bëhet të sigurime shoqërore kjo gjëja, po e bëjmë ne transferimin. Po. Kështu faleminderit dhe ta gëzosh pensionin. Faleminderit edhe për punën tuaj, faleminderit vërtet nga zemra. Faleminderit. Dhe Faleminderit. neve jemi në kontakt do vazhdojmë të shikojmë. Ka qenë knajsi. Shpresoj dhe të gjithë të tjerë sa më shpejt ti kaloj pensionin. Po vinë përgjigjet shpejta. Këto ditë kemi pas lajme të mira, na kanë nga 3 përgjigje në ditë. Kjo është shumë pozitive dhe vërtet më thonë shikoj që erdhi kjo ditë që në një mënyrë tjetër u realizoi kjo që është një ëndër. Europa ka prej kohë, por ne ishim si vendi botës së tretë dhe nuk na konsiderojnë. Okej. Ta gëzosh. Faleminderit shumë.